Më 21 mars 2015, Ardit që, 29 vjeç, një djalë i qetë që punonte si teknik telefoni në Tiranë, hipi në autobusin e fundit të linjës Kamës, Qendër, rreth orës 22:40. Ai kishte përfunduar një instalim interneti në zonën e Qaf Kasharit dhe donte të kthehej në shtëpi. Kamera e një fure buke në rrugë e kapi duke hyrë në autobus. Dhe që aty asnjë gjurmë më. Të nesërmen, nëna e tij raportoi zhdukjen. Ai nuk kishte fjetur në shtëpi dhe telefoni ishte fikur. Fillimisht, policia mendoi për një zhdukje të zakonshme. Por brenda 2 ditësh, 2 dëshmi ndëruan gjithçka. Një grua që jetonte pranë kthesës së Qaf Kasharit tha se kishte dëgjuar britma rreth orës 23:00, por kishte menduar se ishin adoleshentë që bërtisnin. Një tjetër burr, një shofer autobusi që kalonte rrallë në atë orë, tha se pa një makinë të zezë me dritat ndezur, e ndalur në mes të rrugës dhe 3 figura që dukej sikur po grindeshin. Pas 2 javësh, çanta e Arditit u gjet në një kanal të thatë në zonën e Farkës, e hapur, pa portofol dhe pa celular. Në të kishte vetëm një blok shënimesh teknike dhe një faturë të fundit, instalim për klientin ÇK, data 21:03, ora 20:30. Për habin e hetuesve, klienti ÇK nuk ekzistonte. Numri i adresës nuk çonte askund. Ishte shkruar me dorë dhe nuk përputhej me asnjë nga klientët e firmës ku punonte. Duke hetuar më thellë, u zbulua se një muaj më parë, Arditi kishte pranuar nëpërmjet një forumi online të ndihmonte një person të panjohur për të instaluar një rrjet të veçantë sigurie për një ambient privat, një punë që se kishte raportuar kurrkund. Hetimi nuk gjeti asnjë vendodhje, asnjë person të dyshuar, dhe trupi i Arditit nuk është gjetur kurrë. Policia arkivoi rastin si zhdukje me rrethana të dyshimta. Në vitin 2019, një telefon Samsung u dorëzua në komisariatin nr. 6 nga një burr që e kishte blerë nga tregu i përdorur. Pasi u hap, brenda u gjet një video 7 sekondash e regjistruar fshehur azi që tregonte një ambient të errët, me zë të vetëm që thoshte: "Asgjë s'është rastësi." Zëri, sipas nënës, i përkiste Arditit. Pyetja për fundin e videos. Kush ishte klienti misterioz? A ishte Arditi thjesht njeri në vendin e gabuar apo po hetonte diçka që nuk duhej? Shkruani mendimin tuaj më poshtë.